aleancën e mrekullueshme sipas tij të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si protektor të Europës, që ato së bashku e ngritën Europën mbas lufta e parë botërore dhe lufta e dytë botërore, plani Marshall i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që praktikisht sekretari Rubio tregoi edhe një herë që vërtet administrata Trump ka America First për sa i përket parimit të bazë ideologjik, por ama kjo nuk do të thotë që aleatët duhet të jenë mbrapa. Ajo çfarë spikati për sa i përket fjalimit të sekretarit Rubio ishte një kritike e ashpër ndaj Kombeve të Bashkuara. Një kritike e ashpër duke thënë që Kombet e Bashkuara u treguan të paafta për të shmangur atë çfarë ndodhi në Gaza. Ishte ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara e cila e mbylli atë çfarë ishte në Gaza. Kombet e Bashkuara ishin të paaftë për të vepruar në Ukrainë. Ishte pikërisht nisma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila po i sjell sot në tryeza bisedimi, në dialog politik Ukrainën edhe Rusinë. Dhe pikërisht ky ishte pika kyçe ku mbështet sekretari Rubio. Po, këtë lloj linje politike që po ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta ndjekë edhe Europa. Sipas Rubios, edhe sipas mendimit tim si politolog, Europa i ka të gjitha mundësitë për të qenë një superfuqi globale. Flasim për Europën e bashkuar, Europën e Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht kjo ishte kërkesa e cila po kërkonte Rubio në konferencën e sigurisë në Munich, e cila nuk mbështetej vetëm tek nismat financiare që do të kishin vendet europiane për të kontribuar në armatimin ushtarak apo investimet ushtarake, por ama duke bazuar në një parim të vetëm, i cili është parimi i kulturës së përbashkët europiane që kemi, i civilizimit më të hershëm zhvillues global, i cili është civilizimi mesetar, edhe nga ana tjetër vlerat e krishterë të cilat neve na bashkojnë, si nga kontinenti edhe përtej kontinentit. Kështu që prandaj rikthehem asaj, ishte një letër dashurie dedikuar Europës, edhe se sa mundësi ka kontinenti Europian dhe kontinenti Amerikan për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Qartë, por nga ana tjetër komentet për Groenlandën krijuan debat për mbi respektimin e sovranitetit. Mendon se këto deklarata e dobësojnë tashmë besimin mes aleatëve historik? Në fakt, përsa përket çështjes së Groenlandës, është ajo që në politikë është çështja e negociatave. Kur negocion për diçka, negocion me çështjet maksimale. Kemi të bëjmë me një vend me një territor i cili unë nuk besoj se Amerika do të marrë pushtimin absolut të Groenlandës. Bazat amerikane janë në Groenland. Ajo që të ndodhi në Groenland do jetë një përshkallëzim i ndërhyrjes së NATO-s, siç ka qenë më përpara, po thjesht në këtë lloj rasti do jetë më shumë dora amerikane, sepse të themi të drejtën, Amerika ka mundësinë për të bërë këtë gjë. Amerika është furnizuesi kryesor i NATO-s. Duhet kemi parasysh faktin që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës bie 50% fuqia e NATO-s. Kështu që duke qenë se kemi të bëjmë me elementin kryesor të NATO-s, që është SBA-ja, do gjehet një zgjidhje normalisht paqësore edhe për Groenlandën. Por ama vlen për të theksuar fakti që absolutisht po interferenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Groenland do të rritet më tepër. Për shkak të sigurisë kombëtare ose për shkak të asaj që kanë thënë dhe vetë presidenti Trump, është vazhdimi i doktrinës Monroe, edhe ajo që u shfaq në dhjetor në sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në sigurinë e mbrojtjes, ku vendosja e hegemonisë amerikane në hemisferën veriore. E qartë, nga ana tjetër, mbetet NATO boshti kryesor i sigurisë apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë ndoshta forma të reja partneriteti, pasi konferenca e Muniut shpesh fokusohet në gjithë sigurinë euroatlantike? Absolutisht po. Marco Rubio u tregua i qartë në këtë lloj pike që duhet të ndiqni shembullin që po zgjedh Amerika përse përket investimeve ushtarake edhe politikave që po ndiqen. Sado konservatore të duken ato, janë politika të cilat në këtë moment duhet të japin një farë pikpamje fuqie. Po të kemi parasysh Amerikën e presidencës Biden, pra Amerikën kur ishin demokratët në pushtet, kishin të bëni me një Amerikë ku po cënoi
reputacioni edhe forcat Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kishim tërheqjen nga Afganistani, kishim tërheqjen nga Siria, filluan konfliktet rajonale, kishim një Iran i cili u rivitalizua, kemi një Rusi agresive, edhe të gjitha këto gjëra ndodhen sepse Amerika ishte e dobët. Në momentin kur Amerika është e fortë, ka paqe dhe stabilitet në botë. Është ajo e cila është e përshkallëzuar në doktrinën e Trumpit, në doktrinën e Amerikës moderne, e cila është paqja nëpërmjet forcës. Forca është fuqi. Edhe nëse kemi të bëjmë me vende të cilat kanë kapacitetin për të qenë superfuqi, atëherë po, forca përdoret në këtë lloj forme, se është demonstrimi i fuqisë rajonale të një vendi. Fuqi të cilën, të them të drejtën, Europa e ka, po për shkak të politikave ndoshta të gabuara nga njëra anë, sot jemi në këtë formë të cilat Europa shikohet si një element i pallogaritshëm në rendin global. Pra, nëse do të futemi deklaratave për paqen në Ukrainë, Europa nuk u pyet. Po ishte vullneti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili uli Ukrainën dhe Rusinë. Nëse kemi të bëjmë me lindjen e mesme, ishte vullneti i Amerikës i cili e mbylli konfliktin në Gaza. Nëse flasim për protestat në Iran, është presioni i Amerikës i cili e detyron Ajatollahun të ulet në negociata. Pikërisht këtë gjë u mbështet edhe Rubio. Ka ardhur momenti që ne do të bashkëpunojmë të gjithë së bashku, dhe në mënyrë që ne të bashkëpunojmë të gjithë së bashku, duhet bërë riarmatimi i Europës, që Europa të ridimensionohet edhe një herë si fuqi globale. Pasi jemi dakord që përveç se statusit ekonomik, absolutisht duhet edhe statusi ushtarak për të qenë superfuqi. Qartë. Nga ana tjetër Rei si e pe edhe fjalimin e presidentit Ukrainës pra Volodymyr Zelenski në konferencën e sigurisë në Munich, sepse kishte një mesazh të dyfirsht, pra shpresë për paqe, por nga ana tjetër kishte edhe alarm për presion. Mendon se tashmë po i kërkohet Ukrainës të sakrifikojë territoret ose sovranitetin për të arritur një marrëveshje mes të dy palëve? Absolutisht, përsa e përket konfliktit në Ukrainë, duhet kemi parasysh diçka, nëse duam të bëjmë paqe, paqja duhet vinë në ato lloj forme e cilë do t'i kënaqë të dyja palët. Me sa po kuptohet, do të kemi parasysh diçka. Fakti vetëm që Ukraina ka mbizoturuar, do të thënë, vazhdon ende lufton edhe sot e kësaj dite, është për shkak të armatimit që vjen nga NATO dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kemi të bëjmë me armët e NATO-s, pra modernizimin ushtarak të NATO-s, dhe me shifrat financiare që vinë nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Europa. Por ama kjo nuk e heq do diçka e cila është fundamentale për zhvillimin e një lufte, e cila është fuqia njerëzore. Momentalisht që po flasim, ky është handikapi që ka Ukraina. Ndryshe nga Rusia, e cila ka më shumë resurse, më shumë para dhe më shumë njerëz dhe mund të çojë numra në fushë shpejtëj, Ukraina nuk e ka këtë luks. Nga ana tjetër, presidenti Trump është i vendosur që tashmë është momenti për të bërë paqe, sepse konflikti në Ukrainë, po të nisemi referimeve, nuk do të marrim vetëm me 2022-shin. Ka që në vitin 2014 që aty ka konflikt. Pak të flasim për zonën lindore, zonën rusisht folse. Edhe me sa duket, nga njëra anë, pavarësisht se lufta, askush nuk e do luftën, nga asnjëri krah. Po do kemi parasysh faktin që edhe Rusia vetë për prestigjin si superfuqi globale nuk do që të dalë e humbur, kështu që absolutisht do kërkoj pjesën lindore, që nëse do kemi parasysh planin e Trumpit, kur i mblodhi liderët evropian dhe Zelenski në Washington, e nxorri një hartë të Ukrainës pa lindjen e saj, që me sa duket ajo lindje do t'i shkojë Rusisë për të bërë lidhjen integrale midis Krimes edhe pjesës tjetër kontinentale të Rusisë, por ama dhe Ukraina nga ana tjetër vërtet mund ta humbi këtë territor. Por ama Ukraina merr investimet europiane. Ukraina merr mbrojtjen edhe ushtarake europiane. Në momentet që ne po flasim, kemi Francën dhe Britaninë e Madhe, të cilët janë zotuar që pas përfundimit të luftës dhe me vendosjen e armpushimit, do vendosin trupa britanike dhe franceze për të siguruar mbrojtjen e Ukrainës edhe trajnimin e personelit të ri ushtarak, se do kemi parasysh diçka tjetër. Ushtria ukrainase, në kushtet që ne flasim, është ushtria më e trajnuar në Europë dhe më shumë përvojë në luftë, pasi kanë duke nisur që nga konflikti i cili nisi që mbas 2014-s me
referendumin që bëri gatishulli Krimes, kemi me një vend i cili ka zyrtarisht 12 vite në përgatitje ushtarake. Kështu që teknikisht Ukraina nga paqja vërtet mund të humbë lindjen, por ama mund të fitojë shumë herë më tepër. Fiton mbrojtjen europiane, përfshihet brenda Bashkimit Evropian, edhe mbi të gjitha fiton investimet europiane. Pra, kufiri i ri lindor i Europës së Bashkuar është i modernizuar dhe i zhvilluar. Sa e vullnetshme është Ukraina për këtë gjë? Kjo është tjetër çështje për të diskutuar, pasi kemi të bëjmë me një nga shtetet i cili deri pak më përpara ishte vendi i parë më i korruptuar në Europë. Ende ka shenja korrupsioni në Ukrainë, por duhet parë vullneti politik dhe vullneti qytetarëve të Ukrainës, sa e duan vendin e tyre dhe sa janë të gatshëm për të kontribuar për vendin e tyre. Pas armëpushimit flasim gjithmonë. E qartë. Mirë, Ri, për ta mbyllur, ndërkaq çdo ndryshim në marrëdhëniet mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian ka ndikim sigurisht edhe në rajonin pranë si Ballkani. Si mund të ndikojë kjo epokë e re në politikën amerikane ndaj Ballkanit perëndimor? Absolutisht Amerika nuk do heqet dorë kur nga Ballkani perëndimor. Diçka që është bërë e qartë, të paktën që mbas